E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të sot në kanalin në Monitor TV, këtë herë për të ndaluar tek një lojtar që në fakt po merr zemrat e të gjithë publikut shqiptar në Big Brother VIP Kosova. Do të flasim për Edi Kuçin. Edi Kuçi është një nga banorët që kohën e fundit është përfolur shumë për lidhjen e tij të dashurisë me Dolçen, për emocionet e tij ndaj Dolçes, më pas për ndarjen e tyre, që u përfol një lloj mosmirnjohje nga ana e Dolçes, një lloj urrejtje në fakt nga ana e Dolçes e pashpjegueshme, dhe më pas për një lidhje të re të mundshme mes Edi Kuçit edhe Bia Khalifa. Edhe pse në fakt nuk është se ka qenë shumë pjesë e medias shqiptare, babai i Edit për herë të parë ka reaguar në Facebookun e tij, ndoshta për akuzat e hedhura brenda shtëpisë nga banorët për Edin, duke e cilësuar si një djalë të pavlerë. Babai i Edit thot kështu: Edi Kuçi është burr që nuk e poshtëron asnjë grua, por as nuk e humb fokusin e vet. Respekt. Do me thënë, për lajmet të cilat u përfolën që Edi mund të poshtron grua, mund të ndikohet nga loja e të tjerëve, mund të jetë pjesë e lojës së femrave, mund ta marrë femrat në dorë dhe mund ta përdorin në thonjza, babai i Edit e ka lënë të kuptueshme që Edi nuk është një personazh i tillë. Përkundrazi, është një njerëz që ka një botë shumë të gjerë, është një djalë që ka lojën në dorë dhe që në fakt pritet që të shndrohet në fenomen në këtë spektakël. Edi ja tha shumë bukur natën e mbrëmshme Dolçes, ja dha në fakt mesazhin që tek mua e ke derën të hapur. Ti tek mua gjithmonë je prezente. Nëse dëshiron prap të më kthesh, urdhëro, ja këtu më kishe. Ndërsa afrimiteti me Bia Khalifën, siç duket, e ka bërë situatën që me kastile që Dolçe të jetë xheloze, të bëhet xheloze dhe të mos, do me thënë, të ketë një lloj defokusi në lojë, por Dolçe siç duket nuk i është bërë vonë fare, që Edi është lidhur me Bien, që Edi ka krijuar një diçka me Bien, që Edi po ndërton një diçka me Bien dhe domethënë vazhdon lojën e saj. Tani këtu është pikpyetje nëse se Dolçe e ka dashur Edin apo jo, por unë mendoj që Edi duhet fokusohet më shumë në lojë, duhet të jetë më brenda lojës sepse Edi ka potencial shumë të fortë. Edi është një djalë me super dimension të gjerë në mendjen e tij dhe zgjuarësia e tij është e dukshme. Unë e shoh Edin në fakt në finale, por dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që do ketë një rikthim mes Edit edhe mes Dolçes apo do ndërtohet një lidhje dashurie me Bia Khalifën?